Mjaftesa Sulaj, kandidatja për deputete e Partisë Socialiste, është takuar me punëtorë të qytetit të Vlorës, teksa qyteti Fle, sipas Sulajt, janë punëtorët e turnit të tretë, ata të cilët kujdesen për qytetin dhe bëjnë shërbimet e domosdoshme për qytetarët. Sulaj ka shprehur mirënjohje për prindit që i mungojnë familjes, për njeriu që i shërben komunitetit dhe për bizneset të cilat kontribojnë për qytetin. Është ora 4 e çerek dhe ne sapo jemi tek stacioni i fundit e karburantëve për salt. E nisim ditën në orën 2:30 të mëngjesit dhe është ora 4 e çerek dhe jemi prapë në punë. Sot nderojmë punën e palodhur të atyre të cilët çdo ditë kontribojnë për zhvillimin e qytetit tonë. Kandidatja Mjaftesa Sulaj ka takuar njerëzit e punës, nga punëtorët e tregut që ofrojnë produkte të freskëta dhe shërbime cilësore, tek ata të cilët sigurojnë karburant për automjetet tona. Çdo kontribut i tyre është i çmuar. Le të kujtojmë se puna e tyre është ylla e zhvillimit dhe mirëqenies son. Sot më shumë se kur duhet të mbështesim dhe respektojmë ata që kontribojnë çdo ditë për një Vlorë më të mirë, ka thënë ndër të tjera kandidatja e Partisë Socialiste Mjaftesa Sulaj.